Unë jam Mërgesa edhe kom përjetu Bllacën si 6 vjeçare. Para 27 vjetëve, veni ku kontrollohen sot pasaportat, ka qenë një hapësirë që kemi qenë të ngujum gati 65.000 veta. Po qysh ardhëm deri aty? Pak para se me bombardu NATO, në mënyrë që me na pështu prej Serbisë, serbët e kanë bërë tentativën e fundit me na qit krejtëve prej Kosovës. Në secilin shtëpi kanë hi dhe na kanë thonë: "Jam shëni shtëpiat, jam një këshi kanë po." Said you have exactly 10 minutes to get ready and get the hell out of here. E për me ik prej shtëpijave, disa kena shku me vetura, me autobusa, po ata që e kanë pas përvojën më të keqe kanë qenë ata që kanë arë në kom e me vagona trenit. 25 orë kemi hecë, kanë vëmit 5 vetë, vajtë kemi pas plagum. Deri sa kemi arë në Bllacë, ku format të kemi vërros. Në mars 99-ës, në Prishtinë u pat bo rani madh deri te menza studentëve për me mritë stacioni i trenave në Prishtinë. Secili vagon u koni stërmbushën me persona. Ka qenë ndjenja më e keqe për shkak se ke ditë apo një meje të shku dikun me pështu, apo drejt një kurthit që e kanë organizu vetë serbët. Bllaca u kon vendi i fundit për me i ik luftës që nuk ish më ushtria kundër ushtrisë, po ushtria serbe kundër civilëve. S'ka pas rëndësia e foshnje, i më shumë, i smut, gru, ose thjesht burë që nuk i armë dorë dhe s'pëdon me luftu. Kur ka nis shtetarët masivisht, aty kemi qenë të ngujum për shkak se Maqedonia nuk i hapte kufit, edhe jemi detyruar me nejt me net tana. Edhe këtu fillon përjetimi apokaliptik. Po kunona e gjara kanë bolën. Trishtim ka qenë me pa foshnjë në gjendje t'tillë. Nana t'u vujt për fëmijët e tyne, familje t'u nda. Prind që s'më ishin mi ushqy fëmijët e tyne, me i dhuru streh në mënyrë që me pushu në gjitha ati udhëtime të tmerrshëm që e kanë përjetu. Bllacë ka pas gra që kanë abortu prej stresit, njerëz me kanilla në përdur, nana që i kanë linë fëmijët në kuti me lloq, e pleshën majtë në krah prej fëmijëve tyne tu që është u e jep frymën e fundit. Kjo ngjarje ka qenë mbulume prej CNN-it, BBC-së e shumë mediave ndërkombëtare. Pas disa jave në përkampet e refugjatëve në Maqedoni kur hapët kufini, vizitohet prej presidenti Bill Clinton. Tregimi i Bllacës këtë vit ka me pas edhe një muze, cilin keni me pas transmetuar prej afër tregimet e secilit prej neve që i majmë hala gjallë duke tregu e duke mos harru kurrë.